Kemi në linë tani Leon, I cili është pseudonimi I tij. Leo është 41 vjeç dhe thotë që mbas një marrëdhënie që ka pasur, ka krijuar një lloj frike performance gjatë aktit intim. Para kësaj marrëdhënie ka qenë shumë okay. Ka pasur vetbesim, gjithçka ka shkuar mirë. Pastaj ishte kjo lidhje që ndryshoi gjithçka dhe jam shumë kurioz, Leo, ç'a ndodhi me këtë marrëdhënie? Si është historia e kësaj marrëdhënie që ty të ndryshoi komplet? Para kësaj kohe, domethënë kam pasur lidhje spontane, nuk është se ka pas ndonjë problem, po ndonjë bezdi ose ndonjë duheri, si thonë. Si gjithë shqiptarët vajta emigrante të shtetit, unë njofta me gjatë shtetit tuaj, po edhe ajo ishte emigrante në Itali. Vazhdoi lidhja jonë normale, pa u njohëm, pa derisa arriti deri në pikët intime. Fillimet ishin okay të bukur, si çdo lidhje, pastaj po më tregonte historinë vet të errët. Themi, po ka qenë zgjedhja e vet apo ashtu I ka ardhur, nuk e di. Që kishte një punëtore seksi. Ajo ishte punëtore seksi. Ish punëtore seksi. Ish punëtore seksi, ndërkohë që unë nuk e dija, po jo që jam paragjykues apo ku ta di, por thjesht dhe diçka normale është diçka me licencë, profesion I lirë, si thënë. Pa. Ndërkohë, mentaliteti jonë I gjykon sado edhe u stepa. Ndërkohë, gjatë marrëdhënie, kur flinim bashkë të andej edhe fliste gjatë aktit, jo sa kam parë, se s'kam parë, jo këte, jo andej, edhe normal ndjesha keq, sepse nuk isha në të pikën e dur, thoja, po, unë jam për dy, ndjesha keq, u stepa në vetë dhe ndjesha e fiksuar, a jam unë I aftë këtë kënaq partnerën, do jem në gjendjen e dur, të arri deri në të pikë që ajo të jetë e kënaqur. Okej, fillimet kisha ato prej përcit të vetë, okej, thash do promisohen të ndej duke njur. Pastaj një ditë rastisht të zbulova që të rasti rrobave, zbuloj lota seksi, ishte diçka që më habite më shumë nga sa kishe punuar si punëtore seksi. Edhe unë u stepa, mendoja qa me kë poj, me kë jam, me kë po... Pra u stepe se pe lodra seksi në sirtar? Po, për ne ishte diçka hera para që po shifjo të... Okej. Ju bashkëjetonit më fal apo shkonit her pas here dhe shtëpitë e njëri tjetrit? Kishim bashkëtes normale, si 2-3 themi. Pa. Ajo punon, do punoja, ktheheshim nga puna. Okej, do si një familje. Pa. Por ku vinte punat e marrëdhëniet, ajo fliste shumë dhe tregonte raste të tjera sporadike, edhe unë mendoja si jam në krahasim me dikë tjetër, jam më mirë, më keq, edhe erdhi koha që u friksova në vetë, kisha ndroje, thoja, linde mendimi. Okej, kjo ka provu kaq, ka qenë me kaq, unë kush jam mishi, dyshi, apo I fundit. E lam pak tek ajo tronditja jote kur ti pe lodra seksi që the kush është kjo, qa janë këto? Qa ndodhi pastaj? Okej, ajo ishte diçka sepse flasim tash pa dorashka, shikoj lodra seksi të madhësive ndryshme, edhe mendja e trurit, tori njëri, dhe një mashkull mendon, ku jam unë krahasim me këto, përderisa ajo kishte për vetë kënaqësi, edhe boj ato krahasime, thosha unë s'jam askush para këtyre, edhe vetiu pas asaj nate uftova shumë edhe kisha ndroje, nuk kisha mos më parë. Isha shgënjur nga vetvetja, edhe gjithmonë mendoja sepse kjo është tiret, nuk arrin deri në performancën e fundit që të kënaqem unë ose partnerja. Kuptoj. Ishte gjitha që sa do ndikoj në lidhje me partnerën asaj kohe, edhe pastaj ishte diçka që në të vërtet më la me fiksim ose me frikë. Ditën që ke gjetur rastësisht lodrat, pastaj ti thua që nuk arrita dot performoj atë natë për herë të parë. Kisha dyshimet e vete, nuk isha sigurt. Edhe unë ndjeva shumë I ndrojtur, edhe me shumë frikë, pastaj herët tjera nuk ishte më e njëjta.
derisa uftohem si çift, edhe në marrëdhënie nuk ishim më si më parë, edhe pse vazhduam kishim marrëdhënie jo shumë të rregulla, por unë nuk isha më i pari. Sa zgjati marrëdhënia? Po afro 6-7 muaj, një bashkëtesë. Pastaj si u mbyll? E mbyll ti apo ç'a ndodhi? U lodhët të dy, iku ajo? Kjo ishte krisja e para, po ajo frika ime që u stepa unë bëra një hap pas, sepse kur jeni në lidhje do që kesh një kënaqësi të përbashkët në mënyrë barabartë. Edhe ndjeva të frikën nga brenda që nuk jam në gjendje, po nuk jam në formën e duhur që ta përballoj, edhe ishte një lloj frike. Në ditët e vazhdim normal që do kishim sërish, do flinim bashkë, do kishim marrëdhënie. Unë nuk isha më i pari. Mendoja gjithmonë lodhën që kisha parë. Akoma dhe sot ka kaluar shumë vite, më kujtohet si ngjarje, kam akoma frikë kur kam një marrëdhënie me një. Po, do të pyes për pak, po jam kurioze se lodra është diçka, por që edhe fakti që ishte ish punëtore seksi, është diçka tjetër. Se nuk e kuptova tamam. E dije që ai ishte punëtore seksi që kur u njohëm me të apo e more vesh rrugës? Jo, e mora vesh rrugës, domethënë se mbaj mend mirë të gënjej, atë natë që zbulova lodhët e seksit, apo më pas, nuk e mbaj mend mirë. Kur ajo të tregonte edhe për histori dhe meshkuj të tjerë, ja kërkoje ti këtë gjë e pyesje, apo filloja të fliste ja dhe ti terrenin që ti... Jo, tregonte vetë, nuk ishte pa komplekse, përderisa kishte pas guxim që të botën punë. Jo, thjesht u rrëfyr atë kuptim, nuk po tregonte, edhe po të dëgjoja edhe kurioz, po nga krau tjetër edhe i trembër, nuk kisha dëgjuar histori të tilla më parë. Duke qenë nga një vend tradicional, si që jemi ne, unë ndjeva aq i habitur, po aq i trembur, mendoja çfarë më lidh me këtë. Pavarësisht marrëdhënieve që shkonim shumë mirë, s'kishim as grindje as gjë, ishim shumë mirë, po këtë nuk mund të ta pranoj në vetvete, sado shtiresh apo hiqe sikur isha i pari, po performanca më tradhoi, nuk isha njëri. Po përderisa ajo të ka treguar të histori, ti i ke dhënë lirshmërinë që ti thot në fillim. Domethënë, reagimi yt i parë si ka qenë? Bashkësia jemi ndihmon me një lidhje apo me një marrëdhënie. I vasi lirin të shprehet pa durashka, e mirë kuptove, për thjesht brenda nuk isha më i pari, nuk isha i trembur. Kjo lidhje zgjati vetëm 6 muaj. Por, me sa kuptova unë të ka bërë një dëm, sepse pas asaj ti ke krijuar... Akoma e mendoj, akoma ka ngaluar shumë vite, akoma kur më të pak lidhje sporadike që mund të kem pasur, asnjëherë kam qenë 100% që do të krijoj një lidhje të qëndrueshme, sepse kam frikë nga performanca, mendoj që më krijo si déjà vu, më vjen kthehem pas në kohë. Dhe sa herë që ti do të krijosh lidhje, gjithmonë mendon këtë? Pra ç'a ndodh në kokën tënde që ti nuk arrin dot të performosh? Është ky mendimi që kur ka kaluar një situatë të tillë, edhe ajo nuk është që ishte kënaqur 100% sepse dukesh se thjesht shtireshte gjatë taktit, shtireshte sikur ishte e kënaqur, por e kuptoja që thjesht shtireshte nga profesioni që kishte mësuar, ku do di. Po, nëse ti je mashkulli i parë që e kupton në botë, që e kupton që është ndoshta. Po, jam pa kurioz, sepse kjo pastaj të është përsëritur edhe është diçka tash, se ne do të flasim për te asaj kush ishte ajo, është ajo se çfarë ti ke bërë me atë histori. Eksperiencat e tjera nuk e pasur lidhje më të gjata, kanë qenë vetëm sporadike? Pas asaj vetëm sporadike, okazionale. Dhe ke shkuar kjo frika e performancës ka filluar që në takim apo të bëhej aktive në krevat? Në takim, si qenje mashkullore që jemi, nga natyre kemi atë epshin e mashkullit. Por pastaj, kur përfundojnë në shtrat, kisha të problemi, kisha të kompleks. Kompleksi do thot që ti nuk performoje fare, apo tash dua të kuptoj? Performanca shumë e dobët, duke menduar kur t'jesh me dikon, do t'jesh 100% aty. Jo fizikisht, do t'jesh edhe mendërisht. Ndërkohë që mendja është aty akoma shumë vite pas, ndikon në shpërqendrim dhe normal nuk arrin të performosh 100%. A i she me dyshim që mbas asaj historie ke parë me dyshim femrat që takoje? Po, ato pak raste që kam pasur e krahasoj, si është krahasim atë çdo gjë,
është tabu, domethënë krahasimet lindin me ato. Është më mirë më keq shtiret si ajo, përdor këtë kur ka të shtëpia e dikujt. Pika e parë është që të shikoj zyrtarët në kuptimin se mos vjen diçka. Është diçka normale që ta përdorin, është për vetënësi, por Okej, do me thënë, shkon deri këtu. A e doje ti atë vajzë? mendoj që në kalimin e kohës ndjenjat të lindin. Ishte mirë dashur, familjar, domethënë gatuonin bashk, dilin bashk, çdo gjë bashk, ishte diçka themi ishte shumë bukur, pa kohë ishte shumë bukur, por deri ditën që ndodhi kjo dhe lindi një ndryshim drastik të unë, nuk ta shpjegoj dot. Dhe kanë kaluar 7 vite që atëherë. Po. Tani ti je 41 vjeç. Tani si me që thua, e the shpesh si çdo mashkull shqiptar, ti ke menduar të krijosh një familje apo marrëdhënie apo e kërkon këtë se me sa thua janë gjëra shumë të rastësore. Normal që ka shumë vite dhe pa që lidhur me këtë, mendimet e mia ka qenë gjithmonë që gjeti kë që të kushtatën ta dua, jo që të më don. Ky është problemi im që më mundon që unë ta dua, që të jem 100% për partnerën dhe të krijoj diçka. Por më kanë lënë shumë pasojë dhe nuk kam pas asnjë guximin ose besimin 100% që ta jap veten. Kam frikë nga zgënjimi, mund të ndodhe një ta gjë dhe nuk ka zgjat më shumë edhe me 2-3 lidhje të tjera që kam pas të kohë. Në historinë që ke treguar, thua që unë performoj më mirë kur e ndjej dikë. Dhe kam përshtypjen që edhe terreni i njohjes që krijon, Edhe kjo ka të po, bëjë. është një terren ku ti nuk dan dot, po. Ndodhi një orë rastësore, derisa kaluan pak kohë, që ta jepja veten, që ta doja, ta pëlqeja. Pastaj ndjesha, okay, isha 100%, domethënë vetvetja, të jepja maksimumin, çdo lloj, si në marrëdhënie edhe gjatë ditës, bashkëpunimin, gatuaja për të kur ishte në punë, laja, shpëlaja, bëja punë të shtëpisë. Por pastaj nuk kam pas një person që më ndryshonte këtë pjesën që ndalëm me Kuptoj, po ku i njeti këto vajza që takon? Se ai person mund të jetë aty, po kështu siç po thua ti, më duket sikur është më casual se ç'duhet, pa më rastësore se ç'duhen marrëdhëniet. Ku i njeh këto vajza ti që me cilat del? Në një orë në një plazh, me shikime, okay, jam pëlqen shoh, fletoj, nuk ngacmoj, nuk jam i tipi që mund ta bëj hapin e parë me fjalë, kam atë stepje, nuk s'kam guximin që ta marr hapin e parë kështu me fjalë, se të bëj një kompliment, edhe pse komplimentet duhen të gjitha. Ky është me shikime gjëra, një buzëqeshje, pastaj vjen spontanisht, jo asnjë gjë kështu e paramenduar. Okej. Pra nuk Mund të takohesh. jemi një orë edhe në autobus, në mjete publike, në tren. Mirë, atëherë njohjet i pasë shumë normale, që janë njohje se po mendoja se mos shkonte për një kategori femra që mund t'i ngjanin në ndoshta dhe asaj tjetër të profesion apo. Në thonë za jam tradicional dhe e shikoj femrën, jo që mund ta kuptoj tipin e saj me duke shikuar, por preferoj femrat e thjeshta, tradicional si që jemi në Shqipëri, edhe pse ka ndryshuar shumë mentaliteti. Nuk jam pra gjykues, por arriti një femra në shikim, domethënë pamje të parë që është e thjesht deri diku, pastaj ajo privatësia apo intimiteti gjëra ndryshojnë sipas tipit. Pastaj ti del, e takon atë në plazh, takon në autobus, ti del dhe sa fillon të dalësh me të fillojnë këto mendime direkt. Kjo ka qenë ajo që unë akoma jam vetëm. Jona, kjo është tamam mirë. Ose gjë se s'kam kohë, nuk kam kështu, kam punë, pastaj ftohet vetvetill edhe arrin në ndarje, domethënë. A të bëti një pyetje kështu praktike. Në punë kështu je, okay, në financiarisht? Them që jam mirë, për momentin jam shumë mirë. Okay, super. Nuk më mungon gjë, jam shumë okay me veten, i përballoj shpenzimet, ndihmoj edhe të afërmit, jam shumë okay. Okay. Atëherë kjo është më duket si një rast tipik i një frike ndaj performancës dhe kjo është si perfekcionistët pak a shumë, është e njëjta gjë që ato performojnë as do performoj. Po. Është vërtet krenaria e mashkullit, sepse ne kemi jam unë dhe bëj mrekulli, po më bëj qefi të vete që unë e pranoj edhe frikën edhe zhgënjimin,
nuk ka perfekt 100%, por unë kam ngel këtë moment, kam ngel i friksuar edhe gjithmonë që mund të shikoj dikë, mund pëlqej, kjo frika më pengon që mund të marr hapin e parë që mund t'i flas apo ta thoj për kafe, ku di. Se nuk jam i aftë, më mirë ta marr dikush tjetër, të flas dikush tjetër, unë nuk jam. Edhe kanë ndikuar shumë negativisht. Për të bërë vetëm pak një interpretim të atij momenti kur ai është ballafaquar me situatën, i ka prekur praktikisht besimin, sepse aty ka filluar të krahasoj veten me personat e më përparshëm të partneres së vet. Dhe kjo patjetër që ndikon edhe në marrëdhëniet e mëvonshme. Po një gjë e cila pak edhe e pash ose paktën e dëgjova nga ajo që po e ngacmoj edhe ti Dalin, ishte që si përfshihet në marrëdhënie, në çfarë mënyre përfshihet aty. Dhe për të ndërtuar një besim që të dalë direkt në temë të asaj që dua t'i komunikoj, është për të krijuar besimin sërish, mund të jetë që ai të filloj me qasjen emocionale, jo me idenë që të përfshihet në marrëdhënie intime direkt, sepse marrëdhënia intime do t'i konfirmoj sërish atë krahasimin, që a jam mirë sa ç'duhet. Kam përshtypjen se edhe në rastin e Leo, sikurse edhe në rastet më përparshme që më është dashur të kaloj, duhet fillojë gradualisht besimi edhe këtu. Pra ai të fillojë me qasjen emocionale, që do thotë të ulet me personin që ka interes dhe të ndihet i sigurt gradualisht, pra të fillojë dhe të rehatoj një herë të zonë dhe që të shkojë te performanca. Pra se shkon direkt mendimi shkon aty. Po. Dhe kjo mund të jap një farë qetësie përpara që të mundet të performojë, pra të uli ato mbrojtjet e veta. Duhet që ka anë femrore këtu, duhet vënë anën e tij femrore ta vë, se këtë e ka femra më shumë që merret me pjesën emocionale në fillim të marrëdhënies. Po, edhe tek Leo duket që e ka, domethënë shprehjen emocionale dhe kuptueshmërinë, ndjeshmërinë, kështu që këto gjëra janë asetet e tij që duhet i përdorë. Atë pra e super. Prandaj e ftoj edhe në këtë pjesë, nuk e di nëse e ka provuar ose të paktën mendohet para kjo pjesë që nëse përfshihem emocionalisht do më jetë më e lehtë pjesa intime. Si është për ty Leo, e ke provuar ta shikosh në këtë pjesë? Flas nga tipi im personazhi që jam shumë melankolik, domethënë ja vetëm shumë shpejt. Jam unë i parë që mund të shpreh dashurinë apo ato ndjenjë që kam ndaj dikujt. Partneri që kam në krah nuk e bëj të ndjes si le, sepse arrije krijo situatën e tillë, jo se e bëj me qëllim, po thjesht jam vetvetja që mos të ketë siklet dhe jam bashkëpunues, komunikues, i kam të gjitha këto pikat, por që mund të dalë një takim, diskutojmë gjitha ose për darkë në shtëpi. Pastaj gjithë frika është aty, edhe pse me fjalë mund të jem shumë mirë, po nga brenda ndjej frikën. Do vjen momenti që taftoj do ikin në shtrat, e mendoj nga propozimi, deri në momentin që gjithashtu e kam gjithmonë frikën, edhe kjo që një gjithë, ndoshta nga personi dur, ndoshta thjesht nuk jam shumë Çështja është emocionale. që ti ke kaluar kaq shumë vite me këtë ndjesi, pra jam më shumë se 7 vite. Dhe nëse mendon moshën tek 35-a, 36, mosha 36 e jotja ka filluar e gjithë kjo, që do thotë goxha kohë, për të qëndruar me këto mendime dhe mos prit që këto të kalojnë vet, patjetër duhen trajtuar, se është krijuar një besim shumë i frikshëm tek ty. Pra ti gjithkohës duke menduar ose siç themi ne duke pritur të realizohet frika jote. Pra ti shkon deri në moment për të provuar vetes anktin që ke, frikën që ke, dyshimet, krahasimet. Prandaj këto janë çështje që duhen punuar përpara që të prishet ky besimi i krijuar në atë moment, para 7 vitesh. Fatkeqësisht është një realitet i hidhur, por më ndodhi, nuk do thotë që do të ngel tek ty kjo gjë. Prandaj them që duhet punuar se s'bën. Domethënë tani në këtë moment që ti po e tregon dhe po e ndan dhe po e jeton, ka akoma mundësi që ti ta kalosh të fazë, sepse janë kaluar do raste më përparshme. Pra të ftoj që ta shikosh të marrësh ndihmë për këtë gjë. Nuk kalohet vetë, por ndonjëherë dhe vetëm eksperjenca nuk mjafton. Sepse kalon në përsëritje. Një tillë që ndaj edhe me njerëz të tjerë, për mua është një lloj shërimi që ndjehem më lehtësuar që e shpreha me dikë. Mendoj me kalimin e kohës, duke përpjekur, duke munduar që të fshi nga memoria këto, besoj që mund të ndodhë diçka e bukur, por do jetë shumë e vështirë. Ajo është një eksperiencë e kaluar,
që të fshihet nga kujtesa nuk fshihet, por mund të zbehet rëndësia e saj. Unë besoj që ka diçka përpara që ndoshta këtë program, ndoshta në një koltuk terapie do ta ndihmonte shumë, ka diçka përpara ti në jetën e vet, sepse ky tha ka dhe shumë ndjeshmëri, ka edhe këtë pjesë të tolerancës, më shumë mos thotë jo, mos ja prish, mos kështu e ka. Mund të ketë diçka përpara asaj situate, sepse ajo situatë Leo, të them të drejtën, është një situatë që nuk është shumë e shpesh dhe ti të kesh dyshime që mund të dalin prapë punojëse seksi ka shpesh kudo që takon, nuk besoj. Çfarë do të thon llafet që ka shumë eskorta ky vend, nuk besoj që është kaq e shpesh. Kështu që është një frikë që ky tipo e mban të jashtëzakonshme sepse ka ngecur tek historia pjesa e lodrave, pastaj ti e di shumë mirë se je çuni mençur që ato janë lodra. Janë thjesht lodra, është ndryshe lidhja emocionale që krijohet, se ka shumë gjëra që ka një lidhje njeriu me njeriu. Dhe ajo është pjesë e një repertori të jashtëm të një gruaje që do t'i bëjë që vetes. Si personale ose nuk është në krahasim me ty, tash ato lodra shesin edhe për se i shiten edhe whatever, domethënë nuk është se nuk ka lidhje me ty, nuk ka lidhje me mashkullin. Ishte ajo impakti i parë, më vonë e kuptova, kam studiuar, kam folur me njerëz, kam Po jo dhe fakti që shef sirtarët e femrave, ke parë sirtarë mos kanë lodra. Mendimi, jo që kontrolloj, sepse mendimi që, okay. Jo. Po, nuk është një mendim që nuk ka lidhje fare, që siç ju meshkuj thoni që ja ca gjëra që nuk kanë lidhje fare me juve, që nëse kemi qef një femër nuk do thotë që si duam juve, thjesht kështu jemi nga natyra, ti vetë se disa herë ne meshkujt jemi kështu meshkujt. Dhe te kjo pjesa e lodrave është diçka që nuk ka lidhje me ty, është një vetë kënaqësi që mund bëhem, mos bëhet, është personale dhe nuk ka lidhje as krahasimore, pra mos u fut në krahasim me atë gjë dhe me atë industri që natyrisht krijon gjëra të cilat stimulojnë dhe duan të japin një eksperiencë që është të vazhdueshme me bateri, kupton që nuk është aq e vazhdueshme dhe kur ke bateri natyrale në jetë. Kështu që padyshim ato janë krijuar që të trëmbin burrat, por nuk kanë lidhje me meshkujt. Kjo gjëja kështu që rritën qëllimin që më trëmbën. Po pra, dakor, e kuptova, po si shta dhe Jona u bën shumë vite. Dhe kurse fakti që ai ishte punëtore seksi, okay, ai qelloi, por nuk do të qellojnë të tëra punëtore seksi. Pastaj frika kjo është interesante sepse shumë meshkuj kalojnë trauma nga tradhtia dhe aty kanë frikë të lidhen me vajza tjera ose nuk i besojnë ose fillojnë direkt kalojnë në mbrojtje dhe i keq trajtojnë në formën e tyre sepse mendojnë që janë të gjitha njësoj. Është mos e vërtet. Kurse ai tradhtin, gabimi që bëjmë ne. Kurse ajo ishte në një punë që ti shumë ishin në fillim e justifikove direkt, kjo është punë, njive nga shteti me licencëve kështu, që sido që t'je, domethënë ajo patjetër është punojëse seksi, në gjuhën tonë është prostitut, ti e di shumë mirë që edhe ky mendim është në kokë, por që është vërtet. Kjo është nga e kaluar asaj situate, nuk është situatë. I përket personave një fjalë, më shumë më vërtet. Prandaj femrat historikisht kanë gënjur për partnerët e kaluar që thon 3. Sepse është pikërisht kjo gjëja që funksionon në krahasim. Krahasimi, madje meshkujt e kanë edhe në fantazi kur fillojnë të mendojnë direkt tek seksi që është duke bërë me tjetrin, domethënë se çojnë tek ajo pjesa, ndërkohë femra ka shumë emocionale që ai mund të imagjinojë që dolëm, folëm, ai mban sy. Ato shkojnë direkt tek ajo pika, po. Okej, kemi te kompleksin ne 1 2 3 ku i themi po e pranojmë se për realiteti po nuk është diçka e pazakont, po vetëm se ty realisht ajo unë jam me Jonën që të ka zgjatur dhe ti ke nevojë që të rikuperosh sepse është një gjë e izoluar dhe nuk ka sens të përkthehet tek femra të tjera. Si do e përballoj apo si do e marr asnjë fjalë, edhe pse jam kurioz, mund më dali. Do të them okay, nuk është e pas, po bën përshtypje më. Edhe këtë kam menduar. Po pra, prandaj duhet ndihmë reale për këtë pjesë. Edhe unë po mendoja që njësoj që ka ndodhur Leo, si ka ndodhur dhe Jonidës, pra rastin e parë që neve kishim, thjesht janë zhvilluar 2 ankth performance në territore të ndryshme, sepse asaj ka ndodhur në pjesën e të dalin në publik, kurse Leos në nivel më intim. Kështu që të dyja kanë atë rëndësinë e vet për tu trajtuar, sepse po zgjatet, domethënë, edhe fal eksperiencave të reja që po kalon, kjo gjë
ndalon, thjesht përsërit ciklin dhe kjo është një faktor që e bën të dukshme që ka nevojë për trajtim. Plus që meshkujt e kanë shumë të dukshme kur truri nuk është aty, domethënë. E kanë shumë të dukshme dhe nga ana e performancës. Sepse ai nuk ka problematik nga ana organike, ka Jo, problem nga ana po. psikologjike, kështu që është një lidhje emocionale që i shkakton një mungesë funksionimi, kështu që duhet patjetër të Leo, shi terapi, Ato, Leo, përpara se sado që se shko me këtë mendim, pra ti nuk do shohësh asnjëherë të duhurën për ty, sepse je në këtë mendim që në fillim, edhe e dura mund të ketë qenë, mund të ketë ikur, mund të jetë kushdo, por nuk do të jetë në rastin tënd nëse ti nuk e trajton këtë, sepse është diçka shumë e trajtueshme dhe është gjynaf që ti zbërthen pengoshe vetes emocionin. diçka që ti je njëri përderisa ke ardhur këtu je hapur kështu ti mund të ofron shumë gjëra të jashtëzakonshme si mashkull. Dhe kështu që kjo pjesa nuk duhet të jesh me paterica në këtë Unë situatë, do- është shumë e thjeshtë të Po, do ftoj ta shikonte Leon si një ngërç emocional, si një lidhje po. që është bërë nyje dhe ka nevojë që të drejtohet që ti të mundesh ta vijosh, domethënë mos thjesht me të peshën që po të mban kjo situatë të kaluarës. Pra, është emocioni që ti je lidhur me atë situatë dhe prandaj të ka bllokuar. Nuk do thotë që ti nuk mundesh ta kalosh, por duke parë që vetë nuk e mundur ta bësh, atëherë vërtet të rekomandoj të marrësh ndim sepse do e kuptosh dhe vetë që është e zgjidhshme. A janë më mirë në terapisë meshkujt? Apo s'ka lidhje? Ajo që kam vënë re unë që ndjen më mirë kur flasin me një grua në përgjithësi. Varet nga Vërtet? situata, por kam vënë re që e kanë më të lehtë. Nuk është problem, ata duan të zgjidhin thjesht problemin e tyre dhe nuk e shikojnë shumë këtë qasje, por patjetër Jo, si ke menduar ndonjëherë terapi? E kam menduar, sepse pas kësaj të ngjarje kam pas një përrepeti në jetën time, fatkeqësi të vogël, Okay. mund të themi, edhe udhëtova të përballem me ndihmën e një psikologe, ishte detyrueshme që të flisja me dikë, edhe që nuk duhesh të treguar gjitha, por erdhi psikologja e një institucioni, unë ndjeva aq mirë sa që edhe gjëra që nuk tregohen, ja tregova. Kisha nevojë që të zbrazem, të jem i sliruar nga gjithë to ankra, ato emocionet, ato që kisha bërë në brenda, e tregova të gjitha. E normal që unë ndjeva me lehtësuar, edhe e kam menduar nga ai moment, pra që diku të njoh dikë që ndihmon në të heqjen e këtyre mendimeve të këqija, këtyre ankteve që mund themi. E kam menduar të këtë që më ndihmonte, por jo koha, jo personi dur, jo edhe kultura jonë si shqiptar. Shiko, e Se përmend jemi të kultura një jo, kultura jo, farmashe. nuk ka lidhje kultura, ka lidhje Leo në këtë pikë. Leo, mberu me veten tënde se kultura nuk e di fare se çfarë kultura dhe tani që po fleti nuk e di fare se kush je, se ti je anonim edhe nuk e di këtë gjë tënde. Kjo është një gjë që të pengon ty. Se nesër pas nesër tash unë nuk jam nga ato që ti them njerëzve krijoni familje me secili ka rrugën e vet, por nesër pas nesër nëse ti do të bësh edhe diçka tjetër, atë krijosh marrëdhënie stabil, qoftë ai familje, qoftë kalamaj kështu. Është një pengesë që ti Kjo është ëndra ime. Po ëndra jote është shumë e zgjidhshme sepse ti nuk ke asnjë nga ana funksionale, nuk ke asnjë problem të tillë, kështu që është shumë e zgjidhshme. Shqyr Zoti ti je mashkull dhe jo nuk po të mbarojnë vezët dhe jo femër, kështu që je në kohë. Al Pacino 85 vjeç u bë baba, je gjithmonë në kohë, po pse ta bësh 85 vjeç, kupton? Kur mund ta fillosh tani edhe të jesh konsistent, pra i disiplinuar në një lloj trajtimi edhe unë besoj, siç beson dhe Jona, që kjo është diçka që ka përcehet. Unë ndjej që diçka ka edhe më përpara që ka lidhje me këtë goditje që të ka dhënë, ky rasti unikal. Nuk ke një zhgënjim para kësaj, themi, Po duhet ketë, do me thënë, se unë do doja shumë që programit të zgjaste pa fund dhe të futeshim, këtë është dëshira se këtë e bën Jona në koltukun e saj profesional, dhe ne nuk arrim do të futemi, por besoj që neve mund të ndihmojmë në këtë seancë të parë që ose të kuptojmë ose se Jona është terapiste dhe këtu padyshim që e vlerësojmë terapinë. Unë ka raste që personalisht them ndoshta nuk zgjidhem me terapi, unë kështu mendoj. Mund mendoj dhe që zgjidhem me letra tarot. Unë kam shumë mendime shumë gjyshe sepse nuk jam e profesionit dhe mbroj shumë gjyrat e gjithë njerëzve dhe zgjidhjet e tyre. Por unë nuk e di pse ndjej që ky rast është një rast terapie dhe është një rast shumë i zgjidhshëm dhe është një rast emergjent për mendimin tim sepse patjetër që ne do krijojmë emocione dhe lidhje me njerëzit dhe
është shumë e drejtë ajo që tha Jona, që ti duhet shkosh për lidhjen emocionale dhe jo të shkosh tek intimja dhe pse dhe si mashkull e ke të vështirë, po ajo ana jote femrore, kjo ndjeshmëri që ke kjo emocione, pjesa e pranimit që bëre dhe ndaj asaj vajzës atëherë, që gjithsesi është për tu vlerësuar, që në fund të ditës normale. e pranove, të paktën atë nuk e bëre të ndjej keq, pavarësisht se si e ndjer ti me veten, po unë mendoj që mund ta zgjidhësh dhe është shumë e rëndësishme që ta zgjidhësh të. Është shumë e rëndësishme që ta zgjidhësh për ëndrat që ti do të plotësosh, por më parë për të qenë burr me veten tënde. Më kupton se tash ti je akoma në presionin e një krahasimi me një lodër, me një klient të saj, na ku di unë, edhe nuk të bën mirë sepse nuk ka vend për krahasim fare. Ti e di që po ta mendosh nuk ka sens fare kjo gjë. Burrat janë më të dobët nga ana emocionale. Absolutisht. Nëse e dini. Absolutisht që janë edhe e fshehin ndryshe, por ose e fshehin, po ti je emocionalisht dhe faleminderit që na telefonove, unë gjithmonë e vlerësoj shumë kur marrin meshkuj këtu kur na marrin në studio dhe unë mendoj që kjo me pak terapi Leo duhet ta respektoj vetëm më shumë sepse ja del shumë kollaj edhe ti punën i ke, gjitha i ke, jetën e ke, që je në rregull. Më ndihmon vetën time edhe ndoshta rastin mund të ketë edhe të tjerë që mund t'i ndodhë një gjë ose pak më shumë më ndryshe, më shumë më pak. Patjetër, kemi pasur histori dhe madje është interesante se kemi pasur edhe një mashkull, një familje, një martesë ku ai nuk performonte me gruan e vet dhe kishte lidhje me një punëtore seksi para. Kujtohet ajo historia? Kështu që ka dhe raste me punëtore seksi, po ka dhe pa punëtore seksi, ka shumë gjëra. Mendoj që unë personalisht mendoj që truri është shumë i lidhur me organin seksual mashkullit, është shumë e dukshme. Kur ata nuk janë Terezi, nuk performojnë dot, edhe mua më vjen keq shumë për këtë gjë se femrat e fshehin shumë mirë. Vetëm ti ke arritur të zbulosh orgazmat e falso, si quhet fake të asaj partnerës tënde, se kryesisht nuk ishte dukshme, domethënë sepse duke menduar edhe rolin që kishte pasur edhe mendimi i parë është kjo përshtyje, sepse jo që kam pas marrëdhënie më para kështu me skord ose me femra që punojnë të treg, por e kuptova, kaq se mrekulli. Të falenderoj që telefonove, po sa të vazhdosh me të problem, unë mendoj që shko në zgjidhjen e një problemi. Ndoshta Jona ka psikologu online, mund të shkruash aty apo jo, edhe mund të shkruash dhe mund të drejtojnë nëse nuk ke ndonjë orientim se ku të flasësh. Problemi ishte që shkriva akullin që bëra edhe po. Sa do ta thoja? E tha disa herë. Sa do ta thoja? Kjo është fantastike. Edhe këtë nuk e bëjnë shumë meshkuj. Kjo është fantastike. Kështu që fakti që edhe më pëlqeu dhe rrëfimi yt, më sinqeriteti, ishte shumë e kuptueshme gjithasë situatë. Edhe ishte këtë presionin. Hiqe edhe këtë presionin ne burrat, ne shoqëria shqiptare. Hiqe edhe këtë presion. Ky është një gjë e panevojshme fare. Atë hiqet parë, atë sa duhet. Të duhet çfarë je ti në intimitet, kur nuk të sheh njeri dhe pikërisht ti e ke çështjen aty ku s'të sheh njeri, jo aty ku të gjykojnë. Ato se din fare as do merret njeri. Këto fjalët që ai thot për shembull për shoqërinë dhe komunitetin që i orientohet së jashtëmi, prapa ai zbret në bazën e vet që është një siç po e thoni ato asetet e veta, kështu që ato nuk i ikin, ato i ka të tij dhe sado që ai mundohet prap të shfaqet shoqërisht, me si jemi si shqiptar, prap zbret në një emocion shumë të bukur dhe mendoj se personi që mund ta ketë në krah do ndihet shumë mirë sepse mund t'ia ofrojë dhe qasjen emocionale, kështu që ai bllokimi është shumë i vogël krahasim me atë që ai ofron. Është fantastik, do jetë me fat ajo grua që do të ketë, vetëm ai duhet ta di këtë gjë edhe. Do ta dish ti këtë gjë që do jetë me fat. E kaluar është e kaluar, ka ikur, mbaroi vlla. Iku zëmeri me atë të kaluar, nuk të kesh të pllakavarrit, ke pas të ishte dashur punonjëse seksi, kupton? Do kesh ditë lidhje dhe foto. Foto në zgjidhet bukur ata kesh, kështu që se ndoshta të zgjedhë edhe të shumtuar familja, po kaq, nuk ka më rëndësi tjetër, iku ajo. Larg qoftë. Përballesh, po larg, po do të them se unë kam çik kështu, jam çik më komode me vdekjen si gjë. Po e kam fjalën që ikën koha dhe ikën shumë shpejt. Kohën tani mos ja vidh edhe ti e çosh kaluarës. Kaq ishte domethënë se mos e përsërisim prapë edhe rëndësinë e terapisë në rastin tënd. Falenderoj shumë Leo. Falenderoj shumë. Edhe unë
Dhe faleminderit Juuroj realisht faleminderit që mirat. e rrëfeve këtë botën mashkullore kaq hermetike, që ishe këtu përfaqësuesi. Faleminderit për kohë që më kushtuat edhe juve. Faleminderit. Natën e mirë.